Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangjel Dule ka deklaruar se forca që drejton i qëndron kandidaturës së Fatos Nanos për president dhe se është kundër çdo veprimi të njëanshëm, përfshirë edhe një kandidaturë nga mazhoranca. Dule e ka bërë këtë deklarat pas takimit që zhvilloi me kryesocialistin Edi Rama në kuadër të konsultimeve për procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Deri më tani socialistët nuk kanë dhënë një mbështetje konkrete për kandidaturën e zotit Nano, të cilën i duan firmat e 20 deputetëve për të hyrë në këtë garë. Nga ana tjetër, Rama ka përsëritur sikurse dhe pas takimit të sotëm me aleatin e tij Vangjel Dule se socialistët kërkojnë një president konsensual që mishëron unitetin kombëtar. Ai akuzoi sërish kryeministrin Berisha se po bën shurdhin dhe se kërkon një president që të jetë në shërbim të tij. Na duhet një president i cili të jetë mishërimi i unitetit të kombit. Jemi në kushtet kur kryeministri bën shurdhin, do një president për veten, ndërkohë që ne duam një president për Republikën e Shqipërisë.